Mirë se erdhët binjak të dashur në Letra të Fenj, jam Diana, do bëj leximin e juaj për të ardhmen në përgjithësi, jam fokusuar vetëm për të ardhmen të radhës, do thotë për javën që vjen. Letra që kemi këtu përpara, kemi kalorësin e shpatës, kemi 8 të shpatës, më fakt mbretin e shpatës, 8 të shpatës, kemi drejtësinë dhe kemi një oracle letter që është transformim. Binjak, jeni një fazë ku mendja jote shumë aktive. Dhe kjo fillon me njëherë me kalorësin e shpatës. Tregon lëvizje të shpejta, vendime të nxituara, reagime të forta. Nuk po mendon gjatë, po vepron, po flet, po reagon. Dhe këtu nis problemi të dashur binjak. Po lëviz shpejt, por jo gjithmonë në drejtimin e duhur. Kjo energji përplaset direkt me mbretin e shpatës. Këtu është versioni yt më i lartë. Logjik, i qartë, i ftohtë në vendime i drejtë. Pra ke dy gjendje brenda vetës. Një që reagon me njëherë, që është kalorësi i shpatës, dhe një që di saktë çfarë duhet bërë, mbreti. Po vepron si kalorës kur duhet të sillesh si mbret. Doli bukur kjo, në fakt. Dhe kjo të çon direkte në 8 të shpatës. Kjo është pasoja të dashur binjak, jo shkak. Ndjesh e bllokuar, sikur nuk ke dalje, sikur çdo drejtim është i mbyllur. Por e vërteta është kjo. Kjo blokad nuk vjen nga jashtë, vjen nga vendimet e juaja, apo tuaja, binjak, impulsive, nga reagimet e shpejta, nga mendimet që i ke lënë të kontrollojnë. Dhe këtu futet drejtësia që është shumë e prerë. Kjo letër nuk të përgdhel. Çfarë ke bërë, po e korr. Çfarë ke zgjedhur, po jeton. Mesazhi i saj thot, ndalo së justifikuari dhe shiko realitetin drejt. Dhe të gjitha këto lidhen me mesazhe në mes. Transformimi nuk është i lehtë, thot letra Oracle. Po reagon shpejt, po injoron versionin tënd më të mençur, po përfundon duke u ndier i bllokuar dhe tani përballesh me pasojat që është drejtësia. Pra nuk je i bllokuar apo e bllokuar nga situata. Je e bllokuar nga mënyra se si po reagon ndaj saj. Të dashur binjak, nuk është se nuk di çfarë të bësh. Është se po zgjedh të reagosh në vend që të mendosh. Ke kujdes.